Pritja për ndërtimin e një ashensori bëri që ta humb jetën një 77 vjeçar. Kjo ngjarje tronditëse ndodhi në fshatin Bresje të Fushë Kosovës, ku dyshohet se viktima ran nga një lartësi prej rreth 3 metrash. Siç raportohet në media, nga hatimet e para dyshohet se viktima me inicialet SPK nuk ishte punëtor i punishtës, por kishte shkuar në objekt së bashku me një familjar APK, i cili ishte nën kontraktor në atë vend ndërtimi. Në vendin e ngjarjes ka ndalë njësitë hetimore, ndërsa me urdhër të prokurorit, trupi pa jetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion. Policia e ka konfirmuar këtë rast për Infokos, ku zëdhënësja e policisë për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti, ka thënë se nuk mund të jap detaje më shumë përveç asaj çka është thënë në raportin 24 orësh. Ende nuk dihet nëse rasti ishte aksidentalisht, por rasti po cilësohet nga policia si vdekje e dyshim. Ndërkaq vetëm në 10 muajt e fundit, 26 persona kanë humbur jetën e tyre në vendin e punës. E kryetari i Sindikatës së Pavarur të Sektorit Privat të Kosovës, Jusuf Azemi, ka dhënë deklaratë në lidhje me këtë çështje. Ndëgjojeni. Faktikisht, kjo shifër ka ndryshuar sepse tani kemi vetëm 27 raste. Raste jashtëzakonisht shumë të rënda, por në çdo aspekt, sepse pjesa dërmuese e këtyre njerëzve janë të moshës dikon 25 deri në moshën 55 vjeçare, domethënë që të gjithë janë moshë e re dhe diçka shumë e rëndë se sa dhe kjo që po ndodh është ajo se institucionet tona, pronarët e kompanive dhe institucionet shtetërore, në veçantë Inspektorati i Punës, por edhe gjykata nuk janë duke bërë asgjë lidhur me këtë rast, se faktikisht punëtori vdes, humb jetën dhe gjithçka përfundon me këtë proces. Përderisa në vende të tjera faktikisht to kompani, edhe kompanitë edhe shteti ka mbështetje sociale për të familje, tek ne në çat moment që përfundon dhe më nuk është i gjallë dhe nuk mund të punoj për kompani, i ndërpritet dhe gjithë stimulimi dhe është shumë normale që familjet mbeten keq në rend parë mungesa e familjarit, po në rend dytë mbesin keq edhe në çështje financiare. Në rend parë fajtor për këtë çka po ndodh janë pronarët e kompanive, në rend të dytë është Inspektorati i Punës dhe në rend të tretë ne themi që është qeveria e Kosovës, e cila nuk merret fare me këtë kategori të këtyre njerëzve që po humbin jetën. Gazeta Infokos ka dërguar pyetje në Prokurorinë Themelore të Prishtinës për rastin e sotëm, por deri më tani nuk kemi pasur ende përgjigje. E për detaje më shumë në lidhje me këtë rast dhe për lajmet e fundit në vend, ndiqni webfaqen e Infokosit www.gazetainfokos.com.